Përshëndetje, ende jemi në pritje të ndërtimit të institucioneve të Kosovës, procesi zgjedhor ende nuk ka përfunduar, për shkak se KQZ ende s'ka dalë me rezultatin përfundimtar, dhe pastaj nisi proces politik i cili duhet përfundoj shpejt me ndërtimin me krijimin e kuvendit, ndërtimin e qeverisë dhe pastaj zgjedhjes së presidentit. Kjo zgjedhje e presidentit është një diçka që ende ka shumë pikpyetje dhe që mund ta rifuzë vendin në kuadër të një pasigurie politike, potencialisht edhe zgjedhjeve të tashme. Por një temë, por kjo është vetëm një temë e cila është duke u diskutuar këto ditë. Për të biseduar komplet për çfarë pret Kosovën nga tash tutje, deri të zgjedhja e presidentit të pika tjera, por edhe si kemi ardhur deri këtu, procesin zgjedhor të kaluar, dy procesa zgjedhore të kaluara që kanë qenë, përfshi edhe procesin në këtë rast edhe zgjedhjet lokale, do të bisedojmë me Arjan Tahirin, personin e dytë më të votuar në PDK në këto zgjedhje, pra më njëherë pas Barcit listës dhe kandidatit për kryeministër Bedri Hamzës, kryetarin e degës së PDK-s Mitrovic dhe njëkohësisht personi i cili në Mitrovic garoi në 2 raunde dhe humbi për pak në garën për kryetar të Mitrovicës. Arjan, faleminderit që të kam në blisë intervju. Kënaqësi për mua, Astret, me qenë bashkë me ty sot. Arjan, si e pritet rezultatin? Se nuk mundemi pa pontecuar faktin që ka qenë befasia më e madhe, besoj, e proceseve zgjedhore ndonjëherë, ku për herë parë futesh në garë për deputet dhe je deli dyti. To në tralla. Nuk besoj që ka ndodhur më herët, me sa mbajnë mend unë në skenën politike të Kosovës. Po, ka qenë kështu në përgjithësi një rezultat që si Partia Demokratike e Kosovës, po besoj shumë se i gjithë pjesa opozitore ka pritur me pas një mbështetje më të madhe, pra është një rezultat që nuk është i kënaqshëm kuptimin partijak, sepse është punu dhe ka pas angazhim të gjithëve në mënyrë që Partia Demokratike e Kosovës të arrit numrin e deputetëve, të arrit votën. Por pavarësisht kësaj, kjo është një realitet demokratik tashmë, cilën na duhet me respektu dhe menjëherë me fillu angazhimin e aktivitetin ton edhe në degt, në strukturat tona, bashkarisht me leadershipin dhe me gjithë në kuptim të konsolidimit, organizimit, reorganizimit, dhe Partia Demokratike e Kosovës të vazhdon ta luajë rolin e saj si forca kryesore opozitore, që realisht edhe jemi, çdo herë në interes edhe të shtetit, edhe të Kosovës, po edhe të qytetarëve me qëllim që të ketë një përfaqësim të dinjitetshëm, ndërsa sa i përket rezultatit në pjesën e brendshme, mendoj se është një mesazh dhe është një vullnet i elektoratit Partisë Demokratike të Kosovës që me e dhënë mbështetjen për të gjithë, pra që me pasë një përfaqësim sa më të dinjitetshëm. Arjan, pëlqeve se nuk e nise me vetën mas pari, por nuk nise me glorifikimin e rezultatit që ka dalë të te, por nise me një analistë e rezultatit përgjithshëm. Por je modest. Është një për, modestia që e ke pas, po dhe kultura, qytetare që e ke pas, po sa që është Ashgarës në Mitrovic, ajo që njerëzit i ka bërë që me dëshirë të votojnë ty. Sepse na e pam që komisioner nuk është që kështë pas, që të kam votu, për fatë mirë. Unë jam shumë mirënjohës se cilët votues të Partisë Demokratike të Kosovës për mbështetjen e madhe dhe personale që më ka dhënë mua. Për mua kjo është nder i madh, por për te saj është përgjegjësi e madhe që besimin e tyre me e kthy me përfaqësim të dinjitetshëm e angazhim të përditshëm në mënyrë që ata ndihen krenar për mbështetjen, besimin, votën që më kanë dhënë mua, po edhe Partisë Demokratike të Kosovës, e bashkarisht me gjithë me deputet, tashmë që jem kolegët e mi, deputet dhe deputetet, të përfaqësojmë dinjitetshëm, ta përfaqësojmë, ta mbrojmë interesin e vendit tonë, interesin e qytetarëve të Kosovës, po të punojmë fort çdo ditë që ta rrisim Partinë Demokratike të Kosovës duke afruar djem e vojza, familje të mira, ndershme, kodra të ri, që t'i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës dhe përmes Partisë Demokratike të Kosovës ta shohin si mundësi kontributin, energjinë, potencialin e tyre në shërbim vendit, në shërbim shtetit tonë, që është misioni jonë kryesor, angazhimi për me bo më të mirën për qytetarët tonë edhe për shtetit tonë për Kosovën. Arjan, për çka po thu saksi, i përmendi sa po, nëse i kishe llogarit 2-3 elemente
që i kanë bërë votuesin, dhe po them, pa mungesë sinqeriteti, pa qenë shumë ekstremisht sinqert, pra pa mungesë modestie, tregon atë sa të mund me qenë. Në cilën aspekt? Që i kanë shti votues me të votu ty, se të kanë jenë votë masive. Po, votuesi i Partisë Demokratike të Kosovës ka votu edhe profile, personalitete, nëse shohëm ekipën tonë, ka burra e gratë, cilët kanë kontribu gjatë gjithë jetës tyne për kauzën kombëtare, edhe i gjenë edhe të themelimi i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, edhe të themelimi i institucioneve të Kosovës, të themelimi i shtetit të Kosovës, po ka votu edhe për profile, për kuadra gjeneratore, të cilët kanë potencial me i dhonë kontribut vendit edhe sot, mirë po edhe për 20-30 edhe vitet ashme. Profili im është me energjin, me guximin, me dëshiren, me entuziazmin që me mbrojt Partinë Demokratike, me përfaqësu Partinë Demokratike të Kosovës, me përfaqësu qytetarët e Kosovës, sot edhe 30 vjet pas, për shkak që unë jam politik dhe kam ambicje, energji, po edhe dedikim, mision shpirtëror personal që angazhimin tem për 30 vitet e ardhshme, kjo është për shkak të moshës që ma mundson, edhe i lutna Zotit me pos shneten vullnetin, po se po me qenë ofër bashkaresht me qytetarë gjithandej Kosovës. Arjan. Pra është vot edhe për të sotmen edhe për të nesërmen. Është edhe investim. Është edhe investim, pra marrë si investim me mbështet, me formësu, me adhon fuqin, një gjenerate të re, këtë rast një djali të ri, që mundet me kontribu për Partinë Demokratike të Kosovës, po edhe për shtetin e Kosovës. Po ka pas realisht në kësaj here ka pas disa ndryshime. Në listën ka me pas një farë disa ndryshime në listën e deputetëve. Keni hyu, ka hy zoti Mustafa, deputet, pra ka pak rikësi në listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Shihet që votuesi i PDK-s në një farë forme ka dashur me dhënë hapësirë disa personave të rinj që janë, jo vetëm në moshë, por të rinj edhe në përfaqësim kuvend, ka dashur me dhënë hapësirë. Është një grup shumë i mirë, ka thash personalitete, figura që kanë kontribu në gjitha aspektet të kaluarën, po edhe sot edhe në aspektin geografik, edhe në aspektin e profesioneve, edhe në aspektin e profileve, kish me qenë mirë, veç të kishëm qenë 35 ose 36 vjet, sepse ka pas në listën e Partisë Demokratike të Kosovës kualitet të mjaftueshëm që kishin mujt me kontribu, po tash na do të me fokusu të 22 që jem, pra se cilë prej neve e ka edhe entuziazmin, edhe dëshiren, edhe nivelin e përgjithësisë në nivel maksimal për me e bo maksimumin në përfaqësim edhe me pos opozitarizëm të dinitetshëm, të ndershëm, të guximshëm, po çdo herë në interes të shtetit Kosovës dhe në përfaqësim të aktivistave, strukturave dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Ja nisem në fillim me bo një gjysë një analizë, dhe po të pyes tash për me, si me thonë, me ju jep kësaj analize, me ju dhënë kësaj analize. Pse ky rezultat për PDK-n? Pritej diçka më e lartë. Domethënë këtë herë, edhe ne që kemi komentuar, kemi pritur që PDK ka me pas rezultat më të mirë se zgjedhjet e kaluara. Nuk kemi pritur një gjë të tillë për LDK-n, por s'kemi pritur as rënien që kanë mësuar ata, por e kemi ditë që LDK nuk do të rritet. Kemi pritur që do të ketë një rritje të PDK-s. Pse s'ndodhi? Mendoj që lëvizja e qytetarëve që ka ndodhur sidomos muajin e fundit dhe një pjesë e tyre e dim që kanë dalë jashtë Kosovës, një pjesë e madhe e tyre edhe kanë ardhur në Kosovë, ka ndiku ndoshta edhe tek votues dhe drejtimi i votuesve, po e rëndësishme me u potencuar se Partia Demokratike e Kosovës e ka rujt numrin e votës, pra është aty ku ka qenë me 9 shkort, nuk do të me konë e mjaftueshme dhe nuk është e mjaftueshme për shkak që Partia Demokratike e Kosovës dohet dhe do të konsolidohet, do të organizohet, do të riorganizohet në mënyrë që me gjithë potencialin, kapacitetet e saj që i ka jashtëzakonisht të mëdha e të fuqishme, me u fut në zgjedhjen proces në ardhshëm me qëllim që me dol partia e parë, sepse edhe ka potencial, edhe ka histori, edhe ka të kaluar ndershme. Mirë po e ka edhe ekipen, gjeneratën dhe vizionin që duhet me ndërtu për të nesërmen. Po duket shumë larg me një parë, 51 me 22 janë. Pra
Partisë Demokratike të Kosovës dhe të gjithë neve na mbetet që me ndërtu idenë, konceptin dhe vizionin se si kena me e marrë mbështetjen e gjithë qytetarëve të Republikës të Kosovës me maksimalizu, se gjithë nuk mundemi, po me maksimalizu mbështetjen e qytetarëve të Kosovës. Personalisht jam optimist që kena me punu edhe kena me angazhu në secilën ditë në mënyrë që me qenë ofër qytetarëve dhe me qenë në temat ku është interes i shtetit edhe mbështec në agjendën shtetërore, mirë po edhe opozitorë ndaj pushtetit ku cenohet interesi i qytetarëve të Kosovës edhe ku cenohet perspektiva e vendit, perspektiva e shtetit të Kosovës. Betejën politike duhet me bon kuvendin e Kosovës me mjete demokratike, edhe kena me bon në mënyrë shumë dinjitetshme në kuvendin e Kosovës, po kur kufizohen mundësit me bon kuvendin e Kosovës, A mjafton betejë vetëm kuvendin e Kosovës, sepse një pjesë e kritika është ka qenë që opozita ka net shumë pak kuvend dhe shumë pak ka bë betejë brenda dhe jashtë kuvendit. Ne kemi obligim, po për te obligim e bojmë edhe me vullnet, edhe do të me bo betejë në kuvendin e Kosovës me mjete demokratike. Por kur kufizohen rrethona dhe mundësit me u bo beteja, edhe kur shohëm që beteja në kuvendin e Kosovës nuk po e mrrin efektin në agjendën edhe në kauzën tonë si parti opozitore, unë jam i mendimit që betejën duhet me vazhdu me bo dhe në rrugë. Duhet me bo në rrugë, edhe duhet me bo në mënyrë të vazhdueshme në secilën pjesë me qëllim që me mbrojt interesin e shtetit të Kosovës edhe me mbrojt interesin e qytetarëve të Kosovës. Ja një shembull për shembull. Po paralelisht duhet me pas agjendë fushat të vazhdueshme gjithandej Kosovës, po kjo bëhet kur ndërtohet ideja, koncepti dhe vizioni që është duke punu aktualisht partia, është duke punu i gjithë leadershipi, janë duke punu gjitha strukturat, që me pas agjendë promovuese, bashkuese e ftesa qytetarëve të Kosovës që me u bashku në agjendën tonë dhe me u konsolidu që zgjedhjet e ardhshme me hi fuqishëm edhe me maksimalizu potencialet tona shumë të mëdha, sepse ne e dim që sa herë jem organizu edhe jena hi me vullnet e me agjendë konkrete kem rri rezultate të mira. Ama një shembull të vogël. Për shembull ka një kërkesë tash bollu shtetu rryma, ka një kërkesë tash për shtetim prapë të rrymës. Po dhe kjo është e heshtur. Partia Demokratike e Kosovës i ka bërë reagimet e saj. Është e heshtur, ato reagimet e cilat përmes strukturave, përmes grupeve, po do të me pas agjenda, do të me pas fushat të vazhdueshme, shembull shumë i qëllum, të fushat të vazhdueshme për shkak që ka shumë tema në cilat ne kena me lujt rolin tonë dhe kena me dhënë kontributin tonë, jo formal, po me u vlerësu, me u njoft dhe me pas rol në kuptim të drejtimit që me u lehtësu, me u përmirësu, me u rregullu çështja për cilën na merrem. Jo veç formalisht me dol me një deklarat 2 edhe mandej mu harru se te me kalu të tjetra, atje me lëviz edhe me ofru alternativen se çush dohet me u menaxhu, çka do të me u bë, çka do të me u ndryshu për me u ul çmimi i energjisë elektrike, cili ka me konë qasja jone që me participu, me bashkëpunu, po edhe guxim shumë me dhonë vrejtjen edhe me bo kundërshtimin ndaj Albin Kurtit, mirë po ndaj gjithëve që e cenojnë mirëqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe sfidojnë perspektivën e shtetit Kosovës. Ariane përmendën zgjedhjet e ardhshme. Ke fjalën për pas 4 vitesh apo pret që mund me pas zgjedhje në prill? Une flas çdo herë prej perspektivës të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne jemi në faza të riorganizimit, të vlerësimit, edhe të krijimit të ideve, koncepteve dhe agjendës e kauzës tonë opozitore. Kjo nënkupton se forca kryesore politike është lëvizja vetëvendosje dhe është obligimi i saj me bë edhe qeverinë, me zgjedh edhe kryetorin e kuvendit, mandej tek pjesa e presidentit, mendoj që është temë e çështje që duhet me kon profil e personifikues, kon Kosovë burra të zot që e gra, që mundën me përfaqësu shoqërinë tonë, mundën me përfaqësu shtetin tonë. Sigurisht që kur është në pyetje interesi, kur është në pyetje përfaqësimi, kur janë pyetje temat e rëndësishme, kem tregu se kem çështje konstruktive dhe mendoj se duhet me pas çështje konstruktive, po jo me imponu. Çështja konstruktive është që doja votoni Albin Kurtit presidentin që ai e kërkon. A është kjo konstruktivizmi? Jo, mendoj që nuk duhet. Sepse këtë lloj konstruktivizmi me gjas po e pret zoti Kurti. Jo, nuk duhet me. Po e kërkon. Nuk duhet me votu ato që e kërkon. Edhe mendoj që që ai nuk duhet me e kërku.
na do të me po kush e përfaqëson më së miri shoqërinë tonë. Kush është ai që e ka edhe të kalumen, e ka edhe energjinë për të sotmen, mirë po ndërton perspektivën edhe për të ardhmen. Kush i përfaqëson grupet edhe kush i përfaqëson në aspektin gjeografik. Po flosëm prej vlerave të luftës. Kush i përfaqëson vlerat e luftës, kush e përfaqëson pjesën tjetër të shoqënisë. Është temë, ka burra gro në Kosovë që e kanë edhe kualitetin, po është temë që duhet me diskutu, po mendoj që duhet me pas rol shumë të rëndësishëm edhe partitë opozitore, po nuk duhet me e mbështet dikon që propozon ai. Nuk duhet me mbështet dikon që propozon ai, se na nuk jemi aty për me e mbështet dikon që propozon ai. Dhe Vjosa Osmani, ai plotson kushtet, sipas teje për të marrë edhe një mandat si presidenti. Po sipas teje, po sipas Partisë Demokratike të Kosovës, mund të thosh të dy ato se vetëm njërin. Cili ka qenë roli i saj? Përfaqësimi ndërkombëtar i Kosovës, Soher e ka ngrit zonën për procesin e padrejtë që është duke u zhvilluar në Hag. Presidenti i Republikës së Kosovës tash e 5 vite gjys është në një proces krejtësisht padrejt. E shohim që pas një arsye kryetori i Kuvendit, ish kryetari i Kuvendit, deputeti i Lëvizjes dhe vendosi Recep Selimi, themelues e ushtrisë lirimtore të Kosovës, njerëzit që kanë kontribuar më shumë për këtë vend, për këtë shoqëni. Pra është një pjesë që duhet me umbulu edhe ky përfaqësim. Janë shumë aspekte, shumë dimensione që do të me analizu e me i po për personalitete, do të me po profilin, do të me po energjin, do të me po kurajn dhe do të me po angazhimin e devotshëm e të sinqert për me përfaqësu vlerat dhe me përfaqësu interesin e shtetit Kosovës dhe interesin e qytetarëve të Kosovës. Nëse na nuk e mbrojmë të kalumen tonë të lavdishme, nëse ne nuk renohemi me të kalumen tonë të lavdishme, për çfarë përfaqësimi po plosëm? Ushtria lirimtore e Kosovës është formacioni më i lavdishëm i historisë tonë. Edhe na do të mundit gjithë krenar. Pra nëse nuk është pjesë e krenarisë, ushtria lirimtore e Kosovës për një individ, nuk e di çfarë përfaqësimi mundet me pas. Le më me fol për diçka pozicione më lart. Kështu që do të mi po krejt këtu, do të mi diskutu hapën, do të mi diskutu me respekt, po do të mi diskutu edhe me guxim, edhe intelektual, mirë po edhe institucional. Dhe pra me sa po kuptoj, nuk është zgjidhja Vjosa Osmani. Unë personalisht e kam mendimin që e shpreja pranë menej që nëse dikush nuk renohet me ushtrinë lirimtore të Kosovës me vlerat e luftës, edhe nëse nuk e ngrit zonën kur për personalitetet më të rëndësishme që kanë dhënë kontributin më të madh, nuk e di për çfarë përfaqësimi edhe nuk e di çysh duhet me besu me kërku mbështetje. Pra, do të me po në shumë dimensione këtë aspekt. Është përmendur si opcion, domethënë që Kurti mund përpos Vjosa Osmanit, për cilën a ke identi, unë se kam identi që është Kurti i sigurt. Nuk jemi sigurt që Kurti dëshiron ta bëj edhe një mandat edhe një mandat zonës Osmanit. A kiti identi që Kurti po dën më jep një mandat Osmanit apo jo? Unë so e shoh, ata nuk është që janë në linjën e njëjtë dhe nuk besoj Kurti që ka me shku te Vjosa Osmani. Ajo është interesuar me shku te personalitete ndoshta tjera ku ai e shtrin gjithashtu kontrollin më direkt, po na do të me lujt rolin ton këtu, për shkak që ka burra, ka gro, edhe nga Partia Demokratike, edhe nga parti tjera, edhe jo partijak, që përfaqësojnë interesin e shtetit Kosovës, e qytetarëve të Kosovës, dhe që kanë me qenë adresa edhe për ndërkombëtarët. Pra, jo me e minu në atë kuptimin që me të lideri vetëm në një formë institucional që e ka është adres për vendet e tjera, për ndërkombëtarët brenda Kosovës, zotri Kurti. Pra do me thonë që Kurti s'pe mjaftën të jetë vetëm babë, po dënë me qenë edhe babë edhe nën. A i bja ashtu. Dhe po dënë me qenë faktori vetëm në Kosovë, për sa kuptoj, sepse edhe një gjë që është një analizë risi, ta themi, që zoti Kurti nuk e pranon Vjosa Osmani, po as një figurë tjetër potencialisht e cila është e fortë, sepse dënë me qenë adresa e vetme në Kosovë edhe për ndërkombëtarët. Nuk ka qenë sa është Vjosa Osmani, ka qenë adresa e parë dhe vetme Vjosa. Pra Kurti po gëzon që Kosovë e ka përfundu, është adresa e vetme dhe po dënë tash të ndërkombëtarët. Ai tash ka kalu në nivel tjera të nevojave,
edhe në kuptim të asaj se çka e ndjen si nevojë është autoriteti edhe ndikimi i tij, monopolizimi në arenën ndërkombëtare për çështjen e Kosovës dhe për Kosovën. Pra, kjo është që dënë me eliminu personalitete e figura që mundën me qenë gjithashtu të rëndësishme edhe mundën me përfaqësu shtetin e Kosovës dhe mundën me përfaqësu, siç e thej, ka gjitha pjesë e shoqënisë dhe mundën me unit përfaqësuar qytetarët e Republikës së Kosovës përmes tyre. Është përmend që mund të jetë një ashare, disa janë përmendur kuadër të tjerë, prej Bekimi Asharit të Bashkimi Asharit të tjerë. A kish rezonu të PDK-ja kjo? Unë nuk është se po du me ullëshu në nivel të emrave, Jo, dhe për hir korrekcisë unë jam të fol një ide në koncept, për shkak që nuk është se kom dëgju emra që janë komentu, por menej që ka burra, ka gra, ka intelektuala, ka njerëzët që kanë dhënë vendit shumë personalisht, familjarisht dje, e kanë dijen, guximin, intelektualizmin dhe vizionin edhe për sot dhe për nesër. Po në kuptim të emrat përveçëm nuk kam dëgju, nuk e di çka komentohet e diskutohet kafeve, në tryeza zyrtare nuk është se është diskutuar diçka. Po ballafaquar me një propozim që vjen nga Ashara. A mendon PDK që me automatizëm, a mendon që PDK me automatizëm do të votonte? Partia Demokratike e Kosovës i ka organet e vet. Sepse ka qenë garë, për shembull, për Skënderaj ka pas garë me Bekimi Asharit. Edhe kryesin, edhe strukturën, edhe janë nivelet e vendimmarrjes dhe sigurisht që ka vepruar çdo herë racionalisht dhe ka vepruar çdo herë në interes, qysh edhe në fillim e thash, në interes të shtetit të Kosovës, në interes qytetarëve të Kosovës, po i përmena kuptim personal atributet që mendoj se do të mi pas presidenti i ardhshëm i Republikës së Kosovës. Dhe Arjan, a she ma shumë mundësi për zgjedhje tash apo jo? Apo më shumë mundësi she për zgjedhjen e presidentit apo për shkuarin zgjedhje? Unë mendoj që kjo është përgjithësi ekskluzive e zotëri Kurtit, për shkak që ai ka numrin më të madh deputetëve dhe ai ka mundësinë me çu vendin zgjedhje ose mos me çu vendin zgjedhje. Ai zgjedh apo don me vazhdu me bë drama e me lumë me qytetarët e Republikës së Kosovës, a nuk po don me vazhdu, pra është përgjithësi e tij. Nuk është përgjithësi e junja. Ne do të veprojmë çdo herë në interes të qytetarëve të Kosovës, në interes të shtetit të Kosovës dhe në interes të Partisë Demokratike të Kosovës. Pro thash që jemi në fazë të organizimit, reorganizimit, edhe të strukturave, edhe të idesë, edhe konceptit, edhe vizionit, në mënyrë që me qenë edhe me ndërtu alternativën e së nesërmes. I bindur jam që kena me mrejnë me ndërtu alternativën e së nesërme. Besoj shumë të leadershipi i Partisë Demokratike të Kosovës, besoj shumë të strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, besoj shumë të qytetarët e Republikës të Kosovës, sepse kanë me reflektu dhe kanë me rritë mbështetjen për Partinë Demokratike të Kosovës, përveç saj kanë me bë pjesë e partisë direkt, sepse është dhe do të vazhdon të promovohet si familja politike që krijon mundësi sidomos për gjenerata të reja dhe tritë të reja të Kosovës mundën me gjetë veten në brenda Partisë Demokratike, do të jenë të respektuar edhe kanë me pas mundësi kontributin, potencialin, dijen e tyre me fund shërbim qytetarëve, shërbim vendit, shërbim shoqënisë. Rezultati i 28 dhjetorit e ka fshti frikën në palcë opozitës, po dhe PDK-s për zgjedhje parakoshme, pra fiksohet shkon zgjedhje në prill. Jo, nuk friksohet, as nuk jem friksu. Sepse kjo është edhe matematika e VV-s. As nuk jem friksu në të kalumen, as nuk friksohem sot, as nuk friksohemi nesër, për kontrazi bindun jam që kena me dollë ma mire. Kur do që ka zgjedhje, bindun jam, po unë jam të folë për organizim që me qenë edhe për ide, që me qenë forcë kryesore politike në vend, besoj shumë të Partia Demokratike e Kosovës. Si të thu... Do të me posë parasysh. Na, si subjekt politik, jena sfidu shumë. Na, prej vitit 2020, nuk e kena dy liderat tonë. Saktë është kjo. Hashim Thoshin dhe Kadri Veselin. Po, kem rri me qenë forca kryesore lidere opozitore. Pra, kjo është sukses. Kjo është fol leadershipit, fol strukturave, fol aktivistave, devotshëm që i ka Partia Demokratike e Kosovës. Po të sigurej, mja hje Albin Kurtin vetëvendosjes 5% bjen. Jo për 5 vjetë, për 5 mujdet. Për këtë arsye, na nuk friksohem, nuk jena friksu, për kontrazi, i bindun jam që viti 2026 do të jetë vetë i kthesës të madhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Në çfarë kuptimi? Pretni që të kthehen nga Haga liderët? Kuptim edhe të leadershipit,
edhe të organizimit, edhe të vizionit, edhe të vullnetit, edhe të energjisë, edhe të mbështetjes A qytetarëve. për këthim nga Haga të thaqit dhe të vesit? Unë mendoj që ajo është proces krejtësisht i padrejtë. Absolutisht Është nis për diçka tjetër. Është nis gabim. Si nis për diçka tjetër. Si halo mandej janë eliminu, janë rrëzu ato, janë dolë arsye krejt tjera, e shohëm që janë tërësisht fiktive, tërësisht paqena. Pra është një kosto politike e madhe që ka bo personalitetet më të mëdha të kombit tonë. 5 vite gjys po bohen, po disa burra krejt jetën e vetë kam pagu kosto për lirije, për shtet që na sot e gëzojmë. Mendoj që kjo është e dhëmshme, po në anën tjetër është dhe duhet më vlerësu si sakrificë shumë e madhe e dikuj që bën shumë shka për këtë vend. Ka shumë të tillë në Kosovë, ka pas shumë familje të mëdha devotshme që i kanë dhënë më të dashnit të tyre për lirinë që na sot e gëzojna. Po du më orë të pjesa që jem të bindun që ky proces i padrejtë do të mbyllet me fitore për shtetin e Kosovës, për shkak që ata atje janë për shtetin e Kosovës dhe lirimi i tyre për te personales është fitore për qytetarët, është fitore, është gëzim për shtetin e Kosovës. Arjan, pra ke jo vetëm ti, po dhe Partia Demokratike ka shpresa në kthimin e liderëve, etërve themelus në Kosovë nga Haga, këtë vit. Po, na jem bindun edhe besojmë fuqishëm se ky proces i padrejtë do të përfundoj me lirimin e tyre. Për te në aspektin personal, kjo do t'jetë një gëzim edhe një fitore e qytetarëve të Kosovës. Në kontekstin politik ta shiko, po, se për ato personal për di, po në kontekstin politik, çka do të nënkupton ti? Nënkupton që shteti i Kosovës, ushtria qeveritare e Kosovës, sakrifica e madhe gjenerat mas gjenerate, që është kapitalizuar ushtrinë qeveritare të Kosovës, gjoku i dëshmorëve, është i poster, është i drejt dhe ka qenë plemë në sakrificë për liri, për shtet, për këto që na sot e gëzojna. Po, më pres që do të jetë një gëzim i madh i gjithëve dhe një festë e madhe në Kosovë, në Shqipëri dhe gjithë shqiptarë çdo kon botë që janë. Po du me politikisht çka do të nënkuptonte për PDK-n? A do të ishte ky xhokeri që ka ndur PDK në betejën me Albin Kurti? Kuptimi i thaqit dhe veset ose ta zëm vetëm thaqi. Jo. Kuptimin në politikë. Jo në Kosovë, po në politikë. Ata do të jenë në Kosovë, kjo është më e rëndësishmja, na besojmë fuqishëm edhe presidenti Hashim Thaçi, edhe kryetori Kadri Veseli, edhe Baca Jakob, edhe Recep Selimi, edhe të tjerë që janë atje, por gjithë janë në një proces të padrejtë dhe do të jetë shumë e rëndësishme për shoqërinë, për shtetin tonë, gjithsesi do të jetë rëndësishme edhe për neve si miq e bashkëpartijak që e kanë për shkak që janë liderët tonë dhe kanë rolin edhe rëndësinë e pazaventueshme dhe shumë të veçantë, sidomos në shtetin dhe shoqërinë tonë kosovare. Po du me shfrytzu që me ju bo ftesë, se e kum po që është një organizim i platformës Liria ka emën, për dotën 17 shkurt, që gjithë qytetarët e Kosovës bashkarisht me dol edhe me shpreh mbështetjen ndaj qytetarëve tonë që janë në procesin e padrejtë në Hagë, në ditën e pavarësisë, me dhënë mesazhin që jem gjithë bashkë si shoqëri, gjithë bashkë si shtet, mbështetje të personaliteteve, figurave më të rëndësishme të shtetit të Kosovës. Arjan, që punon Mitrovic, një tabelë në ndrull hymjet Mitrovic, sa speqet me në rrujo, që a bo ma herët. A pse? So, bo lajma jo që tabela në hymjet Mitrovicës. Unë Mitrovicën, Astrid, nuk e kam ndje dhe nuk e ndjej politik, e shumë ma shumë se politik, e ndjej si ndjen, si emocion, si diçka temen, dhe menoj se Mitrovica meriton që të investohet, të punohet, qytetarët e Mitrovicës meritojnë të jenë të respektuar, bëhen punë të mira e ndershme, të jenë të mbështetur, për shkak që është qytet më kompleks, më i sfiduar me shoqëri e qytetarë të cilët ende realisht vazhdojnë betejën politike për shkak të lumit të Iberistotës me Veriun. Pra, prej vitit 99, tash veç ke 3 dhe 4 shkurti dhe terrori i vitit 2000, atje që ka ndodhur tendenca së pastrimit etnik ndaj shqiptarëve, ku ka përfundu edhe me viktima. Po,
në anën tjetër ka qenë rezistencë e konsistencë e vazhdueshme e qytetarëve të Kosovës, e qytetarëve të Mitrovicës, që me i mbrojt pronat edhe me bo betejën për veriun, edhe në kuptim institucional ka qenë mbështetje agjendë e vazhdueshme, vazhdon të jetë edhe sot, dhe duhet të jetë e pandalshme deri në procesin e përfundimtor, në mënyrë që të mbyllet çështja e veriut dhe të shtrihet integriteti dhe sovraniteti i institucioneve të Kosovës në atë pjesë, për shkak që është pjesë e jonja dhe asnjëse nuk duhet të heqim dorë, po unë do të jem shërbim të Mitrovicës dhe në shërbim të interesave qytetarëve të Mitrovicës çdo herë, edhe prej ulësës të Kuvendit të Kosovës. Unë kam qenë në një gorë atje dhe kam pas një mbështetje jashtëzakonisht të madhe që jam mirënjohës maksimalisht qytetarëve të Mitrovicës. E dim që ka pas ndërhyrje të shtetit, aparaturës shtetënore, që ka qenë e papame në të kalumen. Unë vjen keq që është abuzuar me pushtetin në atë formë, nuk ka qenë e meritune, po është pjesë që është kalu dignitetin tem, energjinë tem, dashnin tem për qytetin, nuk mundet më ndiku një gorë zgjedhore edhe një abuzim të pushtetit që është bo atje dhe një terror që është shkaktu, pro është pjesë emocionale e imja dhe do të vazhdon të jetë S'mo përgjigje. për jetë. S'mo përgjigje, pse se vendoset atë tabeli ju më herët? A pat në kontekst ajo? Tabela ka qenë, edhe ka qenë shumë bukur, Mitrovic. Për shkak që na jena Mitrovicali. Në kuptim administrativ, Mitrovic e Jugut, Mitrovic e Veriut është temë tjetër. Po unë nuk jam Mitrovicali Jugut, qysh nuk i as ti. Po jo, çfarë, si Na jena Mitrovicali. Domthonë është diçnë Mitrovic. E tabela Mitrovic ka qenë shumë bukur, po për te tabelave, politikave, tabelave po, e temave që janë të parëndësishme, me fol të vizioni, me fol të energjia, me fol të dëshira. Atje su bën një koalicion me LDK-n. Çka po në kupton kjo? Pesho që janë paradite. Sa na sinjalizon? Na sinjalizon diçka. Pesho që paradite po merren vesh, masdite po prishen. Nuk është simpatike, nuk është e dinjitetshme, nuk është e ndershme, nuk është respektuese për qytetarën e Mitrovicës. Mendoj që duhet me kon bashk e me bo maksimumin interes qytetit e qytetarëve, me i lon pazaret. Aja drejtëri, kja drejtëri, tregon qasje për me bo pazare e jo qasje të vizionit e të kauzës e dashnisë të sinqert për qytetin, po du me e lanë, lët e kanë morë përgjithsin, lët punojnë, do të me punu se Mitrovica është ma shumë se sa qytet. Mitrovica është pjesë shumë e rëndësishme e së cilët prej neve, Mitrovica është pjesë shumë e rëndësishme e Kosovës. Edhe Mitrovicës do të më qos me dashni, do të më qos me respekt, do të më qos me dedikim, jo më qos me abuzim edhe me tendencë abuzuese. Çka pret nga pushteti dhe cilë do të jetë roli i PDK-s si opozitë Mitrovicës, një opozitë shumë e madhe? Partia Demokratike e Kosovës do të ketë rol participues në punë e në aktivitetet dobishme të qytetit, po do të jetë shumë e zëshme, shumë e guximshme për boll abuzimeve, e keqpërdorimeve dhe tendencave me dëmtu qytetarin edhe me dëmtu qytetin. Çka pret? Pres promovim edhe të vizionit tonë, se si duhet me u bë kjo punë, e çka duhet me ndërhyj në atë pjesë atje, e cilat janë shqetësimet e kësaj logje e të kësaj zone, mirë për në anën tjetër, shumë aktiv edhe me dekonspiru me argumente strategjinë abuzuese dhe keqpërdoruese kur do që ka me pos tendencë ose ka me pos qasje tillë. A pret që ka me kry ndonjë punë, Peci, Fatoni? Kjo është pjesë që ta themi kështu në është pjesë që do të me nuk po duhen as me dhon pritje, as pozitive, as negative, as nuk po du me promovu pesimizëm, për shkak që dëshira eme, qëllimi jam është Mitrovica më shku përpora. Unë lut na mu realizu sa ma shumë projekte punëtorit e të mira, se angazhimi jam atje u konë për me ecë Mitrovica përpora. Nuk konë angazhimi jam për me bo pazore e për me ushty, kush konën për mune. Kështu që unë du me po Mitrovicën të shku përpora. Dhe, Arjan, si e ke po faktin që gjitha komunat në pjesën veriore fitun nga lista sërbe? A bën ajo problem në qeverisjen edhe të Mitrovicës, sa Mitrovicës administrative të Jugut? Fakti që veriu në udhëheq lista sërbe, pra nuk i kemi më
si në mandatin e fundit që kemi pas, ta themi, kryetar shqiptar ose të afërt me qeverinë e Kosovës që nxjerr. Tash fakti që ka udhëheqje nga lista serbe veriun, a ndron rrethonat aty. Dhe bën më vështirë qeverisjen edhe i Mitrovicës të Jugut. Kompetencat e qeverisjes lokale nuk interferohen prej komunës në komunë. E qartë, mirë po shumë afër. Na jena afër edhe në administrativisht, me Mitrovicën e Veriut, me Skenderojin, me Poshtren, me Podujevën. Me këto s'ka problem. Po du veç me elaboru në kuptim profesional. Se di që e keni kompetencë. Nuk ka kompetencë pushteti lokal, karshi pushtetit lokal. Po janë tërësisht ndomë edhe secili është përgjegjës për organizatën e vetë buxhetore, në këtë rast për komunën Mitrovicës të Jugut, për Skenderojin, për Poshtren, janë kompetenca të pavora. Edhe nuk është se interferohet. Secili mundet me bë punën e vet në bazë buxhetit edhe mbështetjes nivelit qeveritor që mundet me siguru në projektet edhe në agjendën e tij. Nuk është se ndikan në kuptim direkt negativisht, kuptim të sovranitetit, kuptim të institucioneve, në menej që e rëndësishme është më u njoft flamuri i Kosovës, me konë aty embleme a shtetit Kosovës, kryetori është i kësoj kompësia me ne që nuk do të me na shqetësu se shëshni. Jem shtet që i kem pranu edhe tentojna me integru pakicat, do të me integru pakicat në shtetin tonë, në administratën tonë. Atë soj ta kanë, po do të me erujt institucionin, do të me erujt sovranitetin, edhe do të me respektu. Sfida, shqetësimi është kur nuk respektohet institucionin, nuk është sfida cilës kompësi ta kanë. Po, kur cënohet institucioni, këtu dohet me konë roli edhe me qenë na shumë dzëshëm. Në të kundërtën na jena të bo politikë. Jena të bo politikë edhe jena të lu me ndjenja të qytetarëve, por realisht jem të e dëmtu perspektive në venit unë. Na do të me konë shumë të kujdesshëm që perspektive në venit unë me ndërtu edhe me parime, edhe të respektu renin edhe rregullat edhe ligjin që është fuqi e shtetit Kosovës që kena votu vetë si deputet, si legislatura që kanë qenë kuvend në Kosovës. Arjen, tha që ndërhyrën në malë shtetit në garë gjellore. Po dhe më nga thonë që në fakt në Mitrovic fitore në bëri Albini? Aja, dihet. Edhin edhe qytetarët e Mitrovicës, edhin edhe kretë Kosova. Të gora realisht të konë me Albin Kurtin. Po votu si Partisë Demokratike të Kosovës, mu më ka pru në kuvend Kosovës, o tash betejen që e kum lonë gjysë Mitrovicë, këmë e vazhdu në kuvend Kosovës me Albin Kurtin. Arjan, falënderit shumë që ishe pjesë e gazetës Blic. Falënderit shumë. Knaqësi shumë.